Përshëndetje mirë se dashur të televizionit Syrivision. Sot do të bisedojmë me një këngëtare shumë të njohur e cila gjithë jetën e saj ka kënduar serenata dhe vjen nga Korça, zonja Spanja Pipa. Faleminderit zonja Spanja që je sërish në Gjakov, faleminderit që ekziston dhe që na jep këtë kënaqësi për këtë bashkëbisedim. Ka thet përgjigjja ime, faleminderit shumë. Fillimisht si erdhi puna që ju emëruan me emrin Spanja? Emri vërtet time nuk ka qenë Spanja, por ka qenë Spiana. Por prindri nuk po thëristin do, sidomos gjyshet, edhe mbeti Spanja. Dhe Spanja, unë e thash në fillim të emisioni se është këngëtare. Kur filluat të këndoni për herë të parë, mbani mend? Unë tash është bërë si një kështu që thonë gjithmonë që në vogli këndojnë. Ka filluar të këndoj. Në fillim kam qenë në estradën në Shtarit. Ishte në Korçë, këngëtare. Në 6 vjetën u krijua estrada profesioniste dhe shkova këngëtare në estrada profesioniste në Korçë. Unë jo këndonja, por edhe aktore bashkë. Kam luajtur në komedi, kam luajtur në dramat, kam qenë parodiste, e kam qenë gjithashtu në art. Artiste e dimensionit të madh, të disa zhanreve. Po besoj juve ju ka ndihmuar dikush për të arritur deri këtu? Dëshira ime vetë personale. Dëshira më ka arritur që të këndoj, të los. Dhe kush janë emrat e mëdhenj të artistëve në përgjithësi që keni bashkëpunuar dhe që ju kanë ngritur profesionalisht? Tash do them për në estradën në Shtat nuk mund t'ja them se atje kuptohet, ne ishim një grup jo amator, unë që profesioniste. Por kur u ktheva në estradën e qytetit, kemi pasur ide shumë të mirë. Kam punuar me Leko Skalin, kam punuar me Tomi Maton, kam punuar me Petraq Zoton, kam punuar me Piromanin. Në Piromanin kam luajtur në natën e 12. Kisha rolin Maria. Po, me regjisorin e madh Piromanin. Dhe me plot regjizorë të tjerë, me Leko Prodanin, që ka vdek tash, dhe me plot regjizorë të tjerë. Ndërkohë, përpos gjitha këtyre prezantimeve, ju keni pasur prezantime edhe jashtë Shqipërisë, besoj, përpos se në qytetet e mëdha të Shqipërisë. Në qytetet e mëdha të Shqipërisë, po, që nga Tirana, Elbasan, Durrësi dhe gjithë. Në atë kohë kur ishim në estradë, kishim të detyruar të shkonim në gjithë qytetet, kishim një program dhe na jepte qeveria që kaq e shfaqje do vinin në qytet, kaq e shfaqje do veshin në fshat, kaq e në për rrethet, dhe ne i bënim të gjithë rrethet. Të them që kam dalë jashtë, ere parë që kam në Greqi, nuk të gjenje, mu dhe rasti me Mikaelan, që bëri dhe këtë librin italiq, që mori vlerësimin e këngëve time, që këndova unë që ajo bëri libri, shkuam dhe në Italin, në Prishtinë, që Prishtina do mbete për mua e paruar, dofta ishte ere pare, që në këtë moshë të dalësh të këndosh është që ke vështirë shumë. Dhe ere dytë, me kënaqësinë të madhe, po pres këtu spektatorin, nuk e di si të më pres. Spanja, çdo kush, çdo shqiptar që përmend Korçën, normalisht të lindin ndjenja të posaçme, sidomos artistike. Mbasi ka ndikuar dhe qyteti i Korçës dhe rreti ku e keni lindur dhe jeni rritur që ju jeni bërë artiste në jetën tuaj? Tashi, të them që është bërë rreti dhe të tjera, më kjo, Korça ka qenë qytet i mirë. Korça ka qenë artdash i mirë. Tashi, si gjithë qytetet e tjera dhe, po ne në veçanërisht, ne të arti në një moshë të re dënoheshim. Më kupton çfarë u dënuam, se u dënuam me politikë. Për shembull, po ta them, unë nuk u martova nga opinioni që atëre, këto këngëtarët, këto këndojnë. Më thonë, më kupton, por ta dinë të që unë jam e lumtur, kështu siç jam. Megjithatë ju nuk u ndalët në jetë pavarësisht sfidave që keni kaluar, pavarësisht dhe sistemi që nuk ka pasur një përshtatshëm, të themi realisht për gjithë artistët në përgjithësi. Jeni përsekutuar, keni pasur raste që jeni përsekutuar ose keni pasur ndalesa të këndimit të këngëve? Jo, unë kam dalë shumë shpejt, më fitoi ajo ishte soliste dhe këngëtare në fletë të punës. Unë më kishë shkruar soliste dhe përfitova një pension që në moshën 45 vjetë. Dhe do unë pension. Por afrojmë që aktiviteti mi mirë që më bë është i Mikaelas. Mikaela më ngritin që se nga njerë artistët i leni që më njanë.
i lënë me njënë, nuk i vlerësojnë, nuk ashtu, sidomos kur janë të rinjt dhe të moshuarit, kanë filluar një rrymë tjetër e re tash. Edhe unë kështu që nuk u afrova ose tash, mos rrisin dhe losja ose nuk pranova se dhe njerë, jo se nuk ashtu dëshirë kisha shumë, por kurse këngën nuk e le kur. Dhe falenderoj Mikaela, nësash që Mikaela më bëri pak të njëjtur ishe, po më bëri më shumë të njëjtur. Gjithsesi njerëzit një njohin, popullata një nje. Si keni arritur ta ruani zërin ndër vite? Asu se di. Nga Zoti? Zoti asu se di. Unë se nga njerun plaka dhe të dalë zëri, nuk e di, po më del zëri. Dhe një kënaqësi. Ku ishe artistët e rinj në skenë, instrumentistët, këngëtarët gjithë, si ju duken? Ta tërshme me këta këtu. Po, një krahasim, nëse bëjmë një krahasim. Në krahasim andre kanë që shumë të mirë. Punonin shumë. I kushtoheshin shumë muzikës. Dhe me këta këtu, unë do të jam në një moshë që edhe si kuptoj shumë këta të rinjë të ta, janë kretësin nga ne, ndryshojnë, ka një shkëputje, sigurisht që këta janë të shi me shkollën, me të gjitha, përse neve kanë qenë këngëtarë dhe orkestrantët pa shkollë si shqatën, e bëri një shkollë të mesme, edhe vazhdojnë me shumë, kurse ta shi kanë institutet, kanë që vazhdojnë. Unë që se i lëm anash institutet dhe gjitha shkollat e mesme, licet artistike që janë në Shqipëri, që se vlasim për gjitha rrymat të muzikës që tashti kanë sulmuar, po them në një farfor me gjithë trojet shqiptare. Si u duket muzika që kultivohet tashti? Nuk po pëlqen kjo muzikë. Më vjen keq që muzika të arrin në këtë gjendje të tjetër. Përsa atëre ishte ndryshe. Me këta këtu spajtojmë me këto, ndovëta. Ka moshë që nuk pajtojmë, nuk e di, po nuk pajtojmë me këta rrymë që ka dalë, që rinia e do, kuptojmë, pa ndaj e thashme për para që mosha tonë, nuk i afrom do të këto gjerat këtjera. A mendon se rrezikohet në këtë formë dhe muzika e mirëfillt shqiptare? Po, e në vjen keq që harohet. Edhe do harohet në qoftë se neve nuk do të vazhdojmë të kemi traditën tonë të Korçës, do arrihet fill. Ne për shumë Korça quhet Korça e Serenata. Në Korçë, djemë të rinj, dilnin me kitarë, këndonin vajzave në balkonet. Unë do të këndoj, do të këndoj sonte, jo të ashe. Dhe kështu që ne duam që kjo këngë e Serenatës të mbijetoj. Po ne na vjen keq që nuk po mbijetoj, se rinia sot nuk kërkon ato këngë. Se ndryshe që dashuria, atëherë ndryshe është dashuria sot. Që të këndosh për dashurinë, në atë kohë, ishte gjë e madhe shumë. Kur sot ka rritur një çikë me shkallë një qikë më të lartë pra marrë. Keni kënduar më përpara, po them, përpos muzikës përpunuar popullore dhe arje të ndryshme ose pjesë të ndryshme klasike? Arje jo, po popullore po. Të përpunuara? Të përpunuara. Për shembull? Këngët e Serenatës i kam personale dhe i këndojti. Po do është të këndoj dhe do një këngë. Në për flokët e tu ka qurela, dikush thotë më thotë mos maro. Në për flokët e tu ka qurela, dikush tjetër më thotë mos maro. Të lumë, faleminderit. Të kënaqësinë që na dhurove. Të lutem. Spanja ne nuk po të ndalojmë më shumë për shkak edhe të moshës edhe të rrugës që ka ardhur nga Korça deri në Gjakov. Mos të thoni për moshën, unë jam 20 vjeç sot. Ashtu mbet gjithmonë. Sot jam 20 vjeç. Në moshën e dashurisë, kur isha 20 vjet, me dhimbje mora rrugën, shkova për në kurbet, me dhimbje mora rrugën, vara për në kurbet. Mendonja, mes dhimbje shkujtonja, shkëlqimin e syçkave të saj, si shkoj dashuria, si shkoj lumturia, si tretet venitet ajo va. Faleminderit zonja Spanja dhe bek vokaleve. Inshallah, dal të mirë. Inshallah, gëzon. Ne me të shikuesve të falenderojmë për këtë bisedë. Ishte kënaqësi për ne. Gjithashtu dhe t'jum. Diva dhe unë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Faleminderit. Shikues